Po, marë parasysh gjendjen të cilën e ka gjithmonë populli për gjithësi të edukimit dhe të qasjes ti ndaj fesë, dihet që nxitja e debatit vjen më shumë nga qarqet që nuk e njohin shumë fenë dhe nuk kanë shumë informacione përkitazi me fenë dhe besimin. Dhe këto ngjallin debat në ato çështje të cilat ndoshta janë më të ndjeshme për shoqërinë. Dhe edhe pse ngjallen debatet, nuk ka ndonjë të keqe. Nëse thirrën njerëzit profesionist dhe thirrën ata që mund të sqarojnë këto tema tabu, themi, ose tema të cilat nxisin debat, por fatkeqësisht unë po them që në shumicën e mediave shumë shpesh mungojnë njerëzit adekuat në sqarimin e çështjeve që ngjallin debat në fe dhe mos kuptimin e çështjeve dispozitave fetare, por njëkohësisht edhe të traditave si popull që i kemi. Çdo gjë që do t'i kemi disa opinione të ndryshme. Çdo gjë që vjen ndesh me traditën, me realitetin dhe logjikën, nuk mund të jetë fetare. Sepse ky është definicion edhe i të dërguarit tonë të fundit, Muhamedit a.s. që ka thonë çdo gjë që është jashtë logjikës nuk është fe, nuk është pjesë e besimit tonë. Prandaj, çdo gjë e cila vjen për të zbatuar në një periudhë të caktuar ose me një relacion të veçantë, sikurse tema tabu që i kemi mund të kemi edhe brenda familjes, në raport edhe me fëmijët tonë, edhe me të afërmit tonë, jo çdo temë ne e debatojmë. Fatkeqësisht apo fatmirësisht kemi këso tema se cili prej neve tabu. Dhe kjo është një misaj teme, pra cilat janë këto tema që ne nuk diskutojmë. Problemi jonë, edhe unë personalisht nështë kam tema tabu që unë jam prind dhe nuk i komunikoj nështë me vajzën. Për një pyetje direkte, po çka është tabu për ju? Që ti nuk e flet me vajzën tonë. Shiko, tash... Se baballar shqiptar na e dina pak a shumë me vite. Termi tabu do më thonë veprim i cili ndalohet të praktikohet. Jo, tabuja është diçka tjetër, se dhe shkjone tabut ja sharojna njerëzve që është tabuja. Diçka që është... Po çdo gjë që është, do më thonë, ndoshta një aspekt turp mu përmend, ose nuk e shpjegon çështjen e asaj vepre që duhet praktikohet. Ju nuk diheni i lidh për disa tema për të komunikuar me vajzën. Për shembull, tema që unë shpeshherë e kam has tek shoqëria jonë, që unë nuk e kam as pak problem me fol këtë temë, për shembull, ti a ke fol vajzës tonë kur është him pubertet, që është tema e seksit? Jo, i ka fol nona e vet. Po pse baba si ka fol? Unë thash në fillim, na kemi tema tabu dhe brenda familjes sonë dhe unë me vajzën ose me që ta personalisht janë disa gjana dhe për këtë dashta me ditë unë si Gjuliana Nura. Unë di çka është tabuja, po jo, ka plot njerëz që na shikojnë, që na ndëgjojnë, që ndoshta tabu fjalën nuk e kuptojnë bash të thellësi ç'a i bën, edhe kur e kuptojnë ç'a është fjala tabu, nuk e kuptojnë cilat janë ato tabu. Po, realisht, po, duhet për bazë pak edhe për kufizimet asaj që shme thonë traditës e edukatës tonë familjare, po edhe religjioze, tash jesë do temë ti mund është me fol nga njerë edhe në televizor, nështë ta. Unë mendoj që s'ka ose në periuda të kohës, paradite ose gjadite, për shembull, kur janë të qasshëm gjitha moshat në televizion. Ndoshta në një temë mund ta komunikosh me masën ose me ata në një periudhë të kohës ma vonë. Po nëse është me njëra adekuate, nuk ka si që nëse nuk komunikojmë ne këto dhe nuk flasim për këto tema, fëmijët kanë çastën në çdo rrjet sociale dhe prej profesionistës këtë rast. Një mendim për të, ndoshta edhe për një sqarim, nëse është e nevojshme çështja e temave tabu dhe atë që sa e kupton shoqëria jonë këtë. Së pari, tema tabu kanë bojnë me kulturën e me normat shoqënore, që do të thotë janë të vendosne prej shoqërisë dhe prej asaj kulture. Së pari, se cila kultur, edhe se cila kohë ose zhvillim, ka ato anët negative, ose ato normat vërtet që duhet mu respektu, po njëkohësisht ka dhe ato pozitive. Prandaj, këtu kemi një farloj probleme, mendoj neve vërtet nuk jemi duke kuptu emancipimin e përgjësi. Që do të thot, emancipim nuk është nëse ne i hodhim
i lojmë anash gjitha ato vlerat që neve na ka dhonë kultura, traditat tona, cilat kemi jashtëzakonisht shumë, po njëkohësisht edhe kjo koha moderne, cila i ka ato vlerat e veta, po ka edhe ato antivlerat. Prandaj këtu duhet me bëni diferencim, edhe nuk duhet me i përthith që të gjitha. Unë ose jam me ato traditat e më pashme, ose nuk jam. Jo, si shoqëni neve duhet t'i marim ato vërtet elementet pozitive që kemi pas si shoqëni, po njëjtën kohë të marim edhe nga koha moderne. Ajo çfarë unë mendoj, do me thonë është së pari filtrimi, edhe kur përmendet tabut, do me thonë kundërta në përgjithësi kështu kuptohet, tabu ka të bëj me të kundërtën e emancipimit të shoqënisë. Problemi është se termi emancipim të neve nuk përdoret si duhet. Emancipim nuk do të thotë që ti të përthithësh të gjitha këto vlerat edhe antivlerat e kohës moderne. Po do të thotë që ka të bëj me tolerancën, ka të bëj me respektin e individit si individ, po njëkohësisht të respektosh edhe normat shoqënore. Sepse neve jemi, përveç jemi shqenje sociale edhe shoqënore, neve jemi edhe individ veti. Prandaj duhet ketë një farë lloj balancimi, e që unë mendoj si vërtet neve nuk e kemi gjetë këtë mesataren, edhe kemi konflikt prandaj të brezave, edhe kemi tranzicion të atyre normave tradicionale, po njëkohësisht edhe të kohës moderne. Tabu për të hapur më pas, për t'i prekur këto, dhe do të kalojmë tek Gjuli që tha për mu s'ka tema tabu. Për shembull, me që jam profesionisti i kësaj fushë, është vizita tek psikologu. Është tabu tek neve. Kjo është si pasojë neve në kulturën tonë, traditat tona, përveç ato çfarë thash vlerave, kemi edhe disa antivlera mendoj, ku individi me patjetër, duke marrë parasysh, unë mendoj edhe koha gjithmonë duhet me arsyetu edhe në nivelin e kohës, edhe në nivelin e situatës, edhe ngjarjeve historike, prandaj duhet me pas shumë kujdes kur folim edhe për të kaluamën edhe për vlerat tona, por mendoj në shumë raste si pasojë e jo individualizmit, edhe si pasojë edhe pse tash është e kundërta, do me thonë tash kemi individualizëm të tepëruar, gjë e cila është shumë e gabueshme, por mendoj si stigma tek psikologu, përveç si në kohët e mëparshme, edhe sot unë mendoj akoma nuk dihet me u bë një diferencim rreth psikologut edhe psikiatrit, po njëkohësisht neve edhe ashtu nuk kemi qenë shumë të edukuar për shëndetin edhe fizik, po edhe mendor, prandaj edhe këtu duhet pak me ka një farë kogja merr kohë për me shpjegu, pa ajo çka mendoj që mungesa e nevojës për psikolog, po konsultat me psikolog, përveç se tek neve tani në kohët moderne edhe e kemi pas edhe shkollimin edhe që do të thotë nuk është se kemi pas edhe në Universitetin e Prishtinës gjenerata shumë të hershme të këtij profesioni, e gjë e arsyetoj edhe me stigmën për shkak se nuk ka pas informacione, por mendoj për shembull që një ndër vërtytet e kohës më parshme ka qenë komunikimi me njerëzit tu, ka qenë lidhja me familjarët, ka qenë që në mënyrë metaforike ka kompenzu deri dikun psikologun, ose e ka kryer me një farë pune në një farë forme punën e psikologut, për shkak të komunikimit, e që tani është e kundërta, tani patjetër individët ka nevojë për psikolog, duke marrë parasysh atë desocializimin ose lidhjet mes vete. Le të marrim një opinion të Gjulit. Gjuli, a ka temë tabu për ty? Parafolset të paktën psikologja tha shumë mirë se ku jemi si shoqëri dhe ku kemi qenë si shoqëri dhe ku jemi me familje dhe me shoqërinë tonë ku ne kemi nevojë faktikisht për edukim fizik, mentale të tjerë. Do të ketë këtu lidhe me njëra tjetrën, si me fe dhe gjithashtu me mjekësi. Unë gjithmonë tham që tabuja, qoftë se ne e shikojmë shoqërinë shqiptare që jeton në Kosovë,
ne ngecim të edukimi i klasës parë, 2, 3, tek do të shumë herët, ne moshtë e hershëm, neve na mungon, që kam mujt me vrejt, edukimi korrekt për me fol për problemet individuale që një njeri mundet me shku. Na flasim shumë për bullizmin, flasim për ata për këtë. Po faktikisht që akuma tek ne, kur një njeri ka nevoj me shku të psikologu, na akuma, për shembull, ngurrem edhe nuk e thëmë që jam të shku të psikologu. Unë publikisht e kam thënë që 10-15 vite që unë shkoj çdo javë, se kam një angleze që flas për krejt temat që mu... Në fakt, e kemi trashëgu prej gjeneratave më të reja, që në fakt nuk është fol mjaftueshëm. Edhe unë mendoj që nuk ka gjëra që duhet me kon tabu. As ajo me fol baba me vajzën për kur është në pubertet, as ajo problemi shoqëror që pse jeti ndryshe. Unë që admiroj shumë të disa vende evropiane është se nuk ka rëndësi si veshësh ose si je si individ, por nëse ti ma respekton mu atë hapësiren time, unë të respektoj njësoj. Gjula, ke folë me babajnë tënë ti për gjëra intime për cilën e pyte edhe teologur? Unë kam folë, po ndryshe ka qenë, a ka folë babi me mu. Që është ndryshe, sepse unë e kam një edukat edhe kulturë finlandeze, ku atje shumë normale me hinë sa unë gjëshe, babgjëshe, babe, nane, krejt. Edhe atje genitali nuk është diçka tabu. Atje thënë, po, ti i vajzë, dhe kjo është qunë, dhe kjo është thjesht një genital. Kurse tek ne, me hinë sa unë, me babin, me gjyshin, s'u kanë ndodhë, s'u kanë thonë ti s'bën punë këtu. A ka fol babaj me ty, Gjuli? Për ty, si për mu nuk është. Edhe tash prapë po thojnë që mrena fesë ka probleme, për shembull unë kam has njëjtin vend Londër ku kanë qenë 2 imam që kanë menduar ndryshe nga një temë. Po sigurisht, sepse edhe në fe kemi kësaj ngacmime tema me imam tjetër. Po shkrit normale, kështu që nuk janë gjithmonë jo për esencialet. Babaja ka folë me ty, se... Jo, derisa u shku një kohë që kina bo 20 vite, 30 vite, 20 vite në Finlandë dhe tash e ka kuptu që shumë gjëra janë shumë normale atje, po nuk është në shoqërinë shqiptare në Kosovë. Po unë mendoj që shqiptarëve që ka njësë, nështë edhe pak si tepër mu bot evropian, dhe i kanë morë dhe antivlerat, si që tha dhe psikologja, mu nuk më pëlqen disa gjëra që kina bo pe i hopit nesh në dhejtshin. Kurse ke harru që do të me shku shoqëria jonë 200, 300, 400. Po në fakt